Niveli I arsimit para universitar kosovar është në pushimin veror, por pushimi për inspektorët e arsimit nuk ka filluar ende. Kjo për shkak të inspektimeve për fundvitin shkollor, për të cilat na tregoi më shumë ushtruesi I detyrës së udhëhecit së Inspektoriatit të Arsimit në Gjakov. Më rëndësi ka qenë vlerësimi jashtëm I performancës së shkollave. Këtë kohën e fundit e kemi pas një plan dinamik për çdo muaj nga një shkollë secili grup. Sektori Gjakovsi ka pas 2 grupe, bashkëpunim me një inspektor pripeje, dhe I kemi vlerësue 6 shkolla. Sot, për koincidencë, ju ka dhënë vendimet e 3 shkollave kanë marrë raportin të komunës Gjakovës, ndërsa dje I kemi dhënë 2 të Rahovecit dhe 1 të Malishevës. Po ashtu sot 4 drejtora I kanë marrë vendimet për vlerësim performancë të në shiu zgjatë të mandatit. E inspektime janë kryer edhe në lidhje me regjistrimin e gjysmë maturantëve në shkollimin e mesëm të lartë. Tash I kemi vizituar edhe shkollat në lidhje me regjistrimin se AP përfillin, vendimin e ministrisë dhe konkursin të cilin e kanë shpallë për kriteret. Kuptohet kriteret konkursit ka gjimnazi dhe shkolla mesme mixis. Drejtimet profesionale nuk kanë dhe këto kanë mesatarën 4. Kemi sinqer deri me tani shumë mirë në fatin e parë edhe pse kanë arrit një numër të vogël të nxënësve me regjistru, për shkak se kanë përfill, kuptohet, konkursin. Edhe pse konkursi për shkollat mesme të larta ka një numër pak të fortë të nxënësve, që është më I madh se numri I nxënësve që I kanë kryer klasën 9. Sektori I Inspektoratit të Arsimit në Gjakov ka trajtuar edhe raste si ankesat e nxënësve rreth suksesit akademik, po ashtu janë kryer inspektime tematike e administrative me qëllim garantimin e cilësisë në institucionet arsimore të Kosovës.